I rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë të debatit, ndërkohë Berati, Mati, Tepelena, ndoshta dhe Tirana në shtator do të përballen me zgjedhje të tjera, zgjedhje lokale. Zë Mehmetej, a do duhet diskutoni alternativën për cilën foli zoti Kalebaj? Një kandidaturë përbashkët, a është ky një shans për opozitën, ndoshta edhe për të rinjtë një poli tjetër? Në fakt Partia e Lirisë ka njoftuar ndër të tjera që do të garoni për këshillat bashkiake të vetëm. Kandidatura e përbashkët është ende opsion i vlefshëm për ju? Po, patjetër. Unë para mendoj që përtej faktit ne e provuam dhe të qenurit më vete dhe të qenurit bashkarisht, për sa kohë ti vendos të jesh një parti, të kesh strukturat e tua, angazhimin tënd, kauzat e tua, është pothuajse e pamundur që bazën tënde ta mobilizosh në një listë përbashkët. Domethënë i provuam të dyja sepse prandaj ti je parti, që ti kesh njerëz të tu, garusit e tu dhe nuk mund të kufizohesh me 1-2 kandidat sa mund të të lejoj lista e përbashkës. Kështu që në këtë pikë mendoj që duhet të jetë në vazhdimsi e drejtë që partitë të garojnë nën siglat e tyre, të gjejnë format e tyre, të maksimizojnë, të bëjnë llogaritjet ku merret mandati, ku prodhohet, të bëjnë mundin, por që ti je parti dhe të kesh vazhdimsi, duhet provosh veten tënde. Dhe padyshim që besoj që do jemi edhe në vazhdim të hapur për gjetur kandidatin më të mirë që është kandidati fitues. Dhe padyshim që unë mendoj se partitë e opozitës, paktën partia ime nis nga imja, duhet të fillojnë duhet të rigjenden brenda vetes tyre, pa pasur autokritik, pa gjetur gjërat që nuk funksionojnë mirë brenda nesh, edhe brenda nesh nuk mund të kërkojmë nga pala tjetër. Pra do vi një moment që do të mbyllet ky proces i dokumentimit të asaj çfarë ndodhi me këto zgjedhje dhe do të fillojë diskutimi se si do të ecim përpara dhe nuk mund të themi si do ecim përpara pa gjetur edhe gabimet tona. Pra duhet gjejmë gabimet tona, duhet përmirësohemi, duhet jemi në një punë vazhdueshme që të japim ofertë më të mirë tek qytetarët dhe padyshim për të gjitha bashkitë në të cilat do ketë zgjedhje parakoshme, duhet të gjendet kandidati më i mirë, kandidati më i qëndrueshëm dhe unë besoj që kandidati më i mirë dhe i besueshëm patjetër duhet të ketë një background të fuqishëm të aktivizimit qytetar, pra jo figura po themi thjesht është ke ide mirë, një njeri mirë dhe kaq, pra duhet të ketë një background të mirë të angazhimit. Aureol që shkon përtej kësaj, por ama të jetë kandidati më vetësishëm për secilin subjekt opozitar. Mendoj që shanset janë reale për të fituar, sepse ajo është një garë majoritare, pra nuk është më, pra secila parti do të provohet për votën e saj, se ndahet, pra ti provohesh për këshilla, po kjo nuk do të jetë rasti, se këshilli me stadion votohet kur t'i vi momenti. Pra vetëm për kur e bashkiake është një garë majoritare dhe si një garë majoritare mendoj që nëse gjendet kandidati më i përshtatshëm, është e kotë të digjen vota opozite për t'i dhënë, po themi, një garanci më tepër, po themi qeverisjes. Pra e vetmja formë, mendoj unë, për të siguruar fitoren, sidomos në Bashkinë e Tiranës, duhet jetë gjendja e kandidatit të përshtatshëm, të përqafuar nga palët, i cili do të bëjë. Patjetër kjo kërkon një proces dinjitos dhe kjo kërkon edhe atë që u tha më parë, që të mos jemi të gjithë kryelartë. Pra të mos themi kështu dua unë dhe kështu duhet jetë, por të gjenden forma bashkëpunimi, komunikimi. Do shta pa ego dhe pa sedra politike. Pra të gjenden ura komunikimi duke menduar për të ardhmen, pra jo për momentin. Sa e provua momentin në këto zgjedhje që kanë pas gjitha palët, e kuptojmë deri ku shkojmë, pra të mendojmë tani vërtet për ata që përfaqësojnë. Te Mehmetej, meqense ju më folët në pak sekonda më thoni edhe për keq funksionimet brenda partijake që do të reflektonin ndoshta me një produkt më të mirë. Tradhtarin brenda partisë e gjetët, ata për cilin flisit post 11 majit? Unë personalisht nuk besoj në teori tradhtare, që kam thënë këtë gjë edhe tjetër në studion tuaj, kam thënë dhe përpara. Unë besoj që ka momente bashkëpunimi, ka pastaj bashkëpunimi shkon keq për të gjitha palët, por nëse do vazhdojmë me historitë që e kanë fajin tradhtarët gjithmonë për humbje ose për humbje në rastin konkret betejësh, do të thotë që nuk jemi në gjendje të bëjmë analizat. Pra ju nuk jeni të alibie e tradhtisë? Nuk mendoj që një parti si e imja të paktën duhet të bazojë të gjithë rezultatin e saj. Tani ne jemi në procese shumë të vështira, domethënë aty mënyra se si është vepruar me zotin Meta si presidenti i Partisë Lirisë, por edhe të gjithë pozicionet e tjera shtetërore që ai ka mbajtur, e ka bërë këtë betejë zgjedhore të rësisht vështirë për Partinë e Lirisë. Jam shumë e bindur që ka pasur tentativa të jashtëzakonshme dhe fakti që edhe në listat e Partisë Socialiste kishte ish funksionar të tanë do të thotë që ka ndodhur gjëra të paimagjinueshme, por të gjitha këto nuk mund të përjashtojnë edhe angazhimin
Edhe përgjegjësitë e subjekteve. Edhe përgjegjësinë e subjekteve. Në sekondat e fundit. Në momenti që do t'i diskutojmë. Zoja Prethi, zotë Shehu, më thoni për idenë e kandidaturës së përbashkët. E keni menduar dhe deri në çfarë fazë jeni për zgjedhjet lokale të pjesshme të cilat mund të ndodhin në shtator? Ne kemi nisur duke avancuar strukturimin e partisë në ato vende, qytete qarë që bashkiku nuk ka ende një strukturë të ngritur, dhe këtë kemi përqendruar pikërisht në këto bashki ku parashikohet të ketë zgjedhje lokale, pikërisht për të kontribuar aty. Nuk jemi ende në fazën e kandidaturave. Parimisht është hedhur edhe në tryezat tona të diskutimit përfaqësimi me një figurë të përbashkët opozitare. Parimisht kemi qenë dakord, por nuk është se ka avancuar. Kur thoni e përbashkët opozitare, deri ku mund të shkojmë me spektrin e opozitës, me të gjithë pa përjashtim dhe pa komplekse? Apo mund ta keni sërish një bashkëpunim ndoshta me nismën thurje? Besoj se me nismën thurje e marrim të mirëqen, por e konsideroj për mëtej. Pra mund të shkoni me të gjithë spektrin opozitar, Partinë Demokratike, Partinë e Lirisë? Mbetet për të diskutuar, ende nuk jemi në këtë fazën finale ku kjo duhet hedhur. Por mund ta vlerësoni si opsion? Jemi duke vlerësuar. Zotë Shehu, për ju, a do duhet kishte një kandidaturë përbashkët me qenë se të vetëm nuk ja dolët dot? Duhet me logjik, por ana praktike në ka treguar që nuk ka për të ndodhur. Një nga gafat që bëm nëse subjekt politik ishte që investuam shumë kohë për të arritur bashkimin e gjithë polit opozitar për ato parti politike që mendonin ndryshe nga dyshja Berisha Meta që ishin koalicioni i madh. Ne dështuam. Mendoj se e njëjta gjë do ndodhi dhe për zgjedhjet bashkiake. Jemi popull egoist, gjithë secili ka interesat e veta në fund. Kur thoni e njëjta gjë, pra më thoni sërish që Berati, Mati, Tepelena, Tirana do të kenë fituar socialist? Po, do dalin gjithë në vete. Po ja i pari, Arlind Qorri, nuk bashkohet, ai do dali një kandidat në vete. Kjo është e sigurt. Po le të dali, kjo nuk është penalitet për të gjithë spektrin e mbetur opozitar. Janë vota minus. Do marri vota që do t'i hiqen një kandidate. Nuk ka për të ndodhur bashkimi. Vota minus do të ketë gjithmonë për më tepër që zotë Qorri përfaqëson spektrin e majtë. Mos bashkojnë gjithë tjerët. Dhe dyta votat e atij subjekti politik më shumë dëmtojnë mazhorancën. Nuk shkojnë krah opozitës. Nuk shkojnë krah opozitës. Opozitës djatë paktën ose opozitës. Pse ju është fiksuar ideja që i marrin vota Partisë Socialiste? Mbaruan zgjedhjet nuk i mori as vota. Nuk e dim atë, i kam marrë apo jo. Nuk e dim se kjo mbetet praktikisht e paprovuar, është pretendim. Shumë arsye. Është më fortë se në 2021. Më pak përqindje, po më shumë mandate. Argument që ne nuk bashkojmë se s'na la Arlind Qorri është e parë që dëgjoj, domethënë. Pra nuk bashkojmë 17 subjekte tjera elektorale se nuk i la Arlind Qorri. Potenciali është aty pavarësisht spektrit që përmend. Jo, po pse deformon? Nuk thash nuk le Arlind Qorri. Unë thash Arlind Qorri do nxjerrë kandidatin e vet. Patjetër. Partia Socialiste do nxjerrë kandidatin e vet. Po kjo nuk është penalizuese për partitë opozitare që do të bashkojnë një pol. Tani ideja e tillë, pyetja e vërtetë është, partitë e vogla opozitare ose alternative do bashkohen me Partinë Demokratike në zgjedhje? Po kjo është. Qose figura, indikatori është i qartë. Shqipëria bëhet thotë që edhe mund ta konsiderojë opsionalisht. Për mua indikatori është i qartë. Që është? Pam listat e hapura. Ilir Ali Mehmeti ishte personi më i votuar nga opozita në Tiranë. Nëse Ilir Ali Mehmeti, një nga më të votuarit, nëse Ilir Ali Mehmeti del kandidat për Bashkinë Tiranë, unë jam i pari që e votoj. Po ky është vendimi im. Unë nuk mund të flas në emër të Nuk jemi te personale, jemi tek bashkimi i forcave për një kandidaturë të përbashkët si alternativë. Eksperienca ime politike për këtë zgjedhje, kur ne propozuam bashkimin e të gjitha polit për të krijuar një pol të tretë opozitar, i cili ishte ndryshe Ramës dhe ndryshe dyshes Berisha Meta, dështoi. Dhe duke pasur këtë lloj indikatori, unë mund të them që mund të dështoj edhe kjo tjetra. Mundet, predispozita është, po le të shohim nëse shtatori reflekton ndryshe për opozitën. Unë ju falenderoj për kontributin në panelin e kësaj darke, të nderuar shikues. Ju falenderoj edhe sonte për vëmendjen e treguar për debat. Ndajemi bashkë sonte për të ritakuar sërish nesër në orën 20:30 minuta. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe miru takofshim bashkë.